Sezoni i verës ka sjellë një fluks pacientësh në Spitalin Rajonal të Gjirokastrës si pasojë e aksidenteve automobilistike si edhe të helmimeve nga ushqimet. Sipas mjekut të urgjencës Kreshnik Shehu, një pjesë e konsiderueshme e pacientëve vijnë të lënduar nga aksidentet automobilistike dhe në krahasim me vitin e shkuar, ky numër ka ardhur në rritje. Gjatë stinës së verës ka pasur vizita të shumta në lidhje me intoksikacionet alimentare ose helmimet nga ushqimet, duke ditur që edhe temperaturat e larta sjellin vetvetiu prishjen e ushqimeve. Rastet e tjera janë pickimet nga insektet të cilat kanë marrë mjekimin e dur dhe janë larguar në shtëpi, pickimi nga gjarprind nuk ka pasur apo nga merimanga e zezë, po thjesht neglizhencia e pacientëve apo ndjekja e të ashtuara mjekime popullore i bën që ata të qëndrojnë në shtëpi dhe të paraqiten në orët e vona të natës. Ai thotë se edhe numri i rasteve të pacientëve që kërkojnë trajtim mjekësor si pasojë e helmimeve nga ushqimet ka ardhur gjithnjë në rritje. Rastet e tjera që vlen për të përmendur janë aksidentet automobilistike, shpejtësia e lartë e cili ka qenë një ndër faktorët kryesorë që i ka sjellë këto aksidente. Menaxhimi në spitalin ton ka qenë maksimal kundrejt këtyre rasteve. Nëse ka pasur trajtim të mëtejshëm është ndjekur përmëtutje në rastet në Tiranë, por gjithsesi ndihma e parë dhe e duhur është marrë në spitalin ton. Një problem është me spitalet e rrethave të tjera që ndonjëherë dërgojnë ndonjë rast i cili nuk ka lidhje shumë me urgjencën, por gjithsesi dhe këto kanalizohen shpejt dhe marrin në rrugën e duhur. Ndërkaq më të pakta prezantohen këtë vit rastet e pickimeve nga insektet si merimanga e zezë, pasi vitet e kaluara kanë qenë mjaft të theksuara në numër. Mjekët thonë se po trajtohen edhe pacientë që nuk mund të trajtohen për mungesë specialitetesh në tepelen, përmet dhe kulcyr.